E din çfarë ka tre në të shtet? Ku ta di? Me ndohu pak më i koktrash? Falë se s'mund t'ja qëllaj. Ta them, por kam frikë më s'fut të bjen të fi, këtu në bërë. Thuaj e bre? Ka ardhë fitimi. Fitimi? Lule! Budalica, se i tregova. Fitim, e prisajnë pa durim këtë ditë të takohem me ty i dashur. Kisha frikë se mos nuk do të takohemi më. Si ashtu? Po në ty të dua. Po, por kur kuptova se e bërë këngëtari i njohur, kisha frikë se mos po tapin mendjen do në femër. E din, të gjitha këngët që i këndova për ty e dashur. Andaj dhe pata sukses. Kur i kene kurbet mendoja se atje do të punësohesh dhe do të alesh këngën. Ashtu mendova dhe unë. Për atje kishe shumë të rinj që kishin ikur nga vendlindje. Të gjitha ata e kishin nga një të dashur në vendlindje. E unë ju këndoja, por çdo natë në këtë mënyrë u asheroja zemrën. Edhe mua më ndihmonin këngët tua, ta përballoj vetminë. E din çka mendoja gjatë kohës kur ishe ti në kurbet? Nuk e di. Unë mendoja ti kem 2 fëmijë. Unë kam dëshirë ti kemi një djalë dhe një vajzë. Vajza ti përngjon mamit, dhe djali babit. Unë shpresoj se djali me gjitha do t'jetë më i bukur se babaja. Ku është vajza? Ka dalur deri te një shoqe. Atë kam thënë se ajo zguzon me e kalu pragun e derës. Po asan kuptoje. Ajo e don fitimin. Ka kaluar ajo kohë kur vajzat rrinin në shtëpi para martesës. Tani vajzat janë të lira. A nuk i sheh vajzat e kuqive se si prindërit nuk i pengojnë? Do të thotë se si pas teje, ajo mund të takohet edhe me fitimin, apo? Pa a din ti se cilës familje i takon ai? A din ti se para 20 vjetësh kemi qenë në gjak me ta? A kupton? Po pa ajo pun ka marrë fund që kur është falur gjaku, apo ja? Gjakun e kemi falur, por nuk do thotë se do t'ja fali edhe bijen, a kupton? Një kohë nuk mundemi të takohemi. Çfarë do që të ndodhë? Unë mos harro se unë të dua. Fitim, edhe unë të dua ty. Dhe do t'jemi jotja për jetë.
Unë jam Blerimi, ndoshta keni dëgjuar. Desha të pyesni. Me falë, por nuk kam kohë. Ndoshta keni kohë për një pjesë, apo ja? Nuk kam kohë. Keni! Atë kam thanë, mos me kalu pravun e derës. Atë kam thanë, mos më u taku me atë. Falfi! Mos të lutem, mos! Nuk është e vogël. Mund t'ja shpjegosh një dytër, por jo me ta jep. Ty lërgohu ti! Lule, ti duhet ta kuptosh babën. Në këtë mënyrë si sillesh ti mund ta turprosh babën tënd. A e din ti se me djalosh nuk ke mundësi të martohesh? Pse? Si pse? Po baba nuk të lejon të martohesh në fitimin. Familja ti me familjen e babës tënd kanë qenë asmi, prandaj lidhja juaj nuk mund të jetë e gjatë. Kështu bia ime. Më mirë është t'i ndërpresësh lidhjet me të me njëherë. Prej ti nuk ndajem kur. Nga i mund të më ndaj vetëm vdekja. Thua nuk po lejon baba. Po, ja një vallë. Është shumë i rreptë. Vështirë se do të rronë vendimin. Kur isha fëmijë, gëzoja simpati të madhe për Lule. Ja ashtu edhe ajo. Saj kërkon të nga mësueset që të ndron klasë. Më kujtohet ajo ditë kur më nxjerrën nga klasa. Pse mësuse, pse po më largoni nga klasa? Çfarë ju kam bërë?
besim. Unë e dua Lulën. Por e di se do të kem probleme të mëdha me babën e saj. Çka po mendon të bësh? Mendoj të dal jashtë me Lulën. Ajo është e pamundur. Lulja nuk ka pasaportë. Për të kalojmë kufirin. Nuk guxon të rrezikosh. Nuk që ndodhi çfarë rrugës. Kam frikë për Lulën. Do që do të rregullohet, pësëm. Si duket Lulja po vjen. Unë po shkoj. Bëhet mirë. Kush? Babai, Pse? ka marrë vesh se jam takuar me ty. Kush e ka treguar? Bedriu, Do ta vrasat pis. jo fitim. E din ti, ai gjithër ka qenë spioni babait. Si po të guxim të dalësh? Kisha nevojë me të pa. Nga ti mund të më ndaj vetëm vdekja. Nëse vazhdo babaj të më kërcënohet se do të më fejoj me tjetër kënd. Atëherë unë do të bëj, Çka do të bëm? nuk do të jetoj pa ty, kupton. Mos fal marrëzie. Hajde bare ndërsa. Unë e pyeta sa është e lirë sonte kurse ajo me ignorancë përgjigjet ju. Shiko Dajes, nuk duhet të jesh aq direkt. Pse nuk ju ofrove nga dalë, sikur rastësisht po e takon? Unë nuk e di. Shumë mirë i thash, a je lirë sonte, të paktën sonte ta pim nga njerë, kurse ajo refuzon. E din çka? Leja ti Dajes këtë punë. Unë edhe ashtu jam mjeshtër i njohur në këtë çështje. Daj nuk ta lo kur, ajo po pëlqen mua. Jo, Dajes, jo, unë nuk po mendoj t'ja rregulloj vetës këtë punë, po ty e për mu, po. Mirë. Kamarier, Në sjellë nga një. Burim, ju e dini se ne të gjithë ju respektojmë, ju nderojmë. Kemi besim të madh tek ju dhe pasi që jeni njeri me mjaft ndikim dhe autoritet, besoj se mund të më ndihmoni. Urdhëro besim, pa për çka është fjala? Ju e dini se Fitimin e kam shok të shpirtit. Ai ka një problem të madh. Është i dashuruar në vajzën e Batit Hasan, në Lule. Shumë bukur. Po çfarë të keqe mund të ketë nga kjo? Mund të ketë. Baba e Lulës nuk po lejon që Lule me Fitimin të takohen. Lere më të mos flasin për ndonjë fejes apo martesë, as që do të dëgjoj për këtë punë. Pa përse? Fitimi është djalë shumë i mirë.
Nëse vajza e do fitimin, njëkohësisht edhe ky vajzën, atëherë pse të mos kurorëzohet kjo dashuri? Po, për familjet e tyre kanë qenë para shumë vjetash në gjak. Dhe për këtë arsye nuk po lejnë. Si për këtë? Baca Hasan ka qenë iniciator kryesor për pajtimin e këtij gjaku. Çfarë ka ndodhur tash? Nuk e di çfarë ka ndodhur, por ju kisha lutur, nëse keni mundësi, vetëm të bisedoni me Bacin Hasan. Ti tregoni se Lula me fitimin duhen dhe dëshirojnë që të martohen. Mos ke dert. Do të bisedoj me të. E di si do t'ja bëjmë. Ti shtirukin se e së mur, e unë do t'i lajmëroj babës. Kupton, bëhukin se të vajmë vëmbi. Dhe? Dhe unë do t'i them babës se duhet të shkosh te dentisti. Kam frikë mos më dërgon me të vërtetë te dentisti, babaj. Jo, mësuesin po e pret, sot është musafir të ne. Ide e mrekullueshme. Po ku ta gjejmë fitimin se? Çdo lidhje mu ka ndërprer me të. Do ta kërkojmë nëpër qytet. Ti e din se sa të du dhe se sa të respektoj. Për kësaj radhe të lutem mos më ngutës. Kjo ka të bëj me nerin tim dhe familjes time. Unë nuk mund të lejoj që vajza ime të shkoj me një djalë që ishim në hasmeri gati 20 vjet. Por ajo kohë ka kaluar tani Baca Hasan. Në bojnë kote kej, nuk mund është me mamush menjen për 700 bajrama. Unë nuk mund të lejoj që vajza ime të kaloj me të. Fal Baca Hasan, por unë kam pas mendim shumë të mirë për ty. Kam mendu që je njeri përparimtar, njeri që është më shumë nga të tjerët në këtë rast. Por në këtë rast, ma ndryshove mendimin plotësisht. Dhe me thonë, se unë qenë kam i përpametur që nuk më lejoj vajzën time të kaloj me një djalë që familja ti është në asmëri gati 20 vjet me ne, ma ti pjallët bre burë. Kaj që shpesha katë pas në ardhë.
Izën pas Hasan. Izën paq. Fitim, Lulja është këtu, po të pret. Eja me mua. Largo, mos më prek. Nuk dua më të takoj me Lulën. Nuk dua më të shoh. Ne të dy nuk jemi për njëri tjetrin. Të lutem, largo. Fitim, si flet ashtu? A nuk me dan? Nuk dua më të dasht. E di se shpar po flet. Ti e deo nga kjo mallkuar raki. Ma shumë më kanë ndehur fjalët e njerëzve se sa rakia. Lule, unë jam hasmi yt. Fitim, mos fol marrësira. Unë të dua. Mirë, Lule. Por unë nuk të dua më. Si? Me të vërtet është e pamundur të bisedosh me të. Thua që nuk pranoj të bisedosh. Ai ishte kundër kësaj lidhje. Dhe si më thash ti detyruar ta feje vajzën me tjetër kënd. Domethënë që të mos e turproj me hasmin e familjes. Kështu e quan ai fitimin. Si ti tregoj për këtë fitimit? Kam dëgjuar se po sillet nëpër kafene. Dhe po deja. Po mundohem ta ndal për kot, po me ik. Nuk po më lemrohet në telefon, nuk po del kur po rrim në të shoqëria e tij.
Thjesht ka ndryshuar krejt. Pa ne duhet të ndihmojmë fitimet. Edhe pse një farë mënyrë duhet me kuptu edhe ai se dashuritë e tilla kështu përfundojnë. Si do qoftë, ju falenderit. Unë njoh djalin zotri Hasan. Është i familjes mirë edhe mendoj se do të keni miqësitë mirë me ata. Mos harro, është tregtar i fortë edhe kogja i shkon për dorë tregtia. Është i ndershëm. E çka është më kryesorja është i shnosh. Me një fjalë, ky është njëri i cili meriton të jetë dhëndri juaj. Unë kaq e po ata zotri Hasan. Morim, po vjen mirë që erdhe me na vizitu. Në të thotë të drejtën, edhe unë po du me ratu këtë vajzën time. Kanë ardhur kohra të vështira. Dhe po më vjen bashkë mirë që të kanë qenë ty, që me një dhe që të besoj. Mund të thush atyre që njave e arshme mund të vinë kur të dojnë. E hajri e dashtë, qysh ta ketë shkru Zoti. Inshallah është kismet i hajrit edhe ata dy bohen rahat. Inshallah. Nuk pranoj të fejo me njeri që nuk e dua. Me parë do të bëj vetë vrasje. Ngadal, mos u ngut. Duhet të veprojmë me urtësi. Të shohim se ç'mund të bëjmë. Të lutem. Shko dhe thuaj fitimit të gjitha në detaje. Mirë, po çfarë mund të ndryshoj ai? Të lutem, shko dhe thuaj se babai donte me fejoj me njeri që unë nuk e dua. Thuaj se vetëm atë e dua dhe se pa të nuk jetoj. Mirë, të gjitha do t'ja them. Mos ki dert. Thuaj Lulës të përgatitet. Të ënën e pres tek ambulante. Le të merr me veti krejt çka i duhet për një udhtim 2 ditësh. Komandant të thani. Mos fjet shumë kjo. Dhe po çka të thash. Në rregull. Harova të them. Lulja më tha se të dëm. Dhe se pa ty nuk mund të jetoj. Në ora 12 do të takojmë tek ambulanta. Ti marrë të gjitha gjërat që me duhen për udhtim 2 ditësh. Motra ime, më duket se një kohë nuk do të shihemi. Çfarë do të bëj pa ty? Mankuar qoftë kjo botë që më ndan nga motra ime dash. Nuk ka faj bota, po babaj. Motra ime. Çfarë do të bëj pa ty? Pro ke vendosur. Po. Të gjitha i kom rregulluar. Po pasaportat? E vetëm të kujdesu për nënën tim. Po ta mbash të qortë. Anë derim? Motet kam pas, ke qenë të ne ti. Kushtet bre unë jam. Ti di që me këtë pakën time s'po mujt me përkupu mujt në mujt, vlerë më me ishe ti gjithë me kone. Ti di që këtë virane ma kora shtet. E si është Hasani, një mend ka kohë që si kam parë.
Mirë është. Thanëm po fejohë me vajzën e ti. Po fejohësh me vajzën e ti? Me cilën? Lulën. E pa mundur. Si e pa mundur? Po Lulja me Fitimin do të ikin. Ku do të ikin? Nuk e di se ku, por e di se do të ikin diku në shtetet të jashtme. Hej, mos ti kush se flet këso marzira, shkupton? Se po e marrë vesh asoni vaj halë për ti. Me që të po të regoj, se sot në ora 12, para ambulantës, do të takohen Lulja me Fitimin. Kupton? Sot jam njeriu më i lumtur në botë. Po fejoj vajzën me një djalë shumë të mirë, të një familje shumë të mirë. Inshallah të në zëtë e kanë fatë. A gru, quqet ma dhe gotë. Ke fillu heret me pi. Mos po desh e po na i merë fytyrën para njerëzve. A quqet ma dhe gotë, nëse më qitë palavra këtu. Kush dhe që një është? Qu shpejt e qëllë derën. U shanë derë? është Bedrio. Në këtë i mërëna? Jo, po të thret. A tu qka dreqen paska? Nuk e di, është i shqetësuar. Mirë dita. Mirë dita. Zotëria Hasan si jeni? Mirë ti qushje. Mirë falënderë. Ka foloni? Jo, jo. Zotëria Hasan, kam ardhur me ju tregu diçka. Fol. Vajza juaj... Qka vajza ime? A është Lulja në shtëpi? Lulja ime? Po. Në shpi është. A jeni i sigurt, zotëria Hasan? I sigurt jam, po qysh jo? është vajza në shpi. Në shtëpi është? Po, po në shpi është. Kam dëgjuar se vajza juaj ka ikur Me ka? Me Fitimin, me Hasmin tonë. Me Fitimin? Kush sa ta? Një kamarierë, ashtu kështë në dëgjuar. Grua? Grua mëj! Shkok qëra është vajza në shtëpi. Me njëherë. Kurse atë kamarierin që shpërndon pëso fjallësh, me këto duar do të janë zërë shpirtin. Si duket Lulja nuk është në shtëpi. Kuku për mu, nuk është në shtëpi. Ani pashtash para mishve të arshëm. Zotëria Hasan, ju musu me rakos një fare. Lullin do t'a gjejmë. E Fitimin do t'a regullojmë një herë e përgjithmonë. Ju e dini, unë i kam meqat atë e policisë. Si me jeni, zote Besim? Mirë, mirë. A jeni mirë? Mirë. Si zakonisht, një lëng pepsh. E jo, kësaj radhe një whisky. Whisky? Po. Apo feston diçka, apo... Po festojnë diçka. E mirë. A bën ta diçka? Jo, nuk bën. A mund t'ja qilloje me diçka? Mundesh? Burgosin e shokut tuaj, e? I lëkten, apo jo?
Qësh ja kje amnin ti? Si ti? Për çka je orë tu? Histori e gjatë. Ajt ka dhe më zë të strehi. Histori e gjatë. Ka dëm dhe më që morë dhe ti me kontrapun sigurone, kopshit cigare, biq kur kanë morë, kanë shtim burg, të mujt dit, kur kolit se kom po as kur gjohë. Pisa miru po si herë dhe ti shola s'del heq, dhe i ta dalon. Mës jeti qaj ziknon ato fati e zi. Po. Unë jam. Ali ajt këna ma një kongë. Nuk më do. Ajt se që 3 muj dit kur qojit që më shdit, këna ma ato fati e zi. Letash, nuk më do. Ajt dhe për otër tem. Ajt nisja. I vetëmoni jam në hale, kur dashnorën se kam afer, por një pikun kam në zemër, shpirtin më kam marr. Por një pikun kam në zemër, shpirtin më ka marr. Koha kalon me lot qaje, se dashnoren ma kanë marrër. Në zemrën time kam një zjarër, e di se s'ka me marr. Në zemrën time kam një zjarë, e di se s'ka me marr. O Zoti mua më trego rrugën, fatin tim ku ta kërkoj. Rimbitu në vendime, pa dashnoren time. Rimbitu në vendime, pa dashnoren time. Fati zimar, fati si, am tregon se ku me shku. Rrugën qaj i kam t'hut, që s'do t'arraj kur eq. Rrug të vija i kam t'hut, që s'do t'arraj. Këtove që marë, sa darë të mori ki krejt? 120. 120. Po, darë kam në ujtët komplet me paragell me të gjitha ato që shkon ti. Po, ato veç... Që shumë morën vetë ma herë. Mirë, në rregull është. Tavolinat karikat i ke krejt i ki në dispozicion. Unë veç ju uroj ndarësmen, sukses o gjithat media. Faleminderit.
O, nusja ime e bukur. Nana deshit të përcjell nuse, jo gjenazën të. O, mjera, one mjera. O, ljoqka e nanës. Lule mu. Jendo të trasur me një. Lule, po të rregulloj avellin. Pasha, çfarë fosi? Lule, e tash. Tash tëm, parvojnë se kushtimin dhe. O, unë i njeri. O, unë i shkreti. Nuk kam pas të drejtë. E di. Ti s'ke drejt të vajtosh. Ti e vajtor për të gjitha. Pse Lule? Po ne edhe me të marrë.
kalon. Filmo nuk ka. Varin nuk e di se ko e ke, por dashurin për jetë te unë e ke. O Zoti mua më trego rrugën, fatin tim ku ta kërkon, rinvitu në mendime, pa dashnoren time. Rinvitu në mendime, pa dashnoren time. Mos. Për hir të dashurisë ndaj Lulës. Nëse ti vdes, vdes edhe dashuria për Lulën. Nuk mundem të jetoj pa Lulën.